أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث لفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira, më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, elusim Allahun xhelle xhelalu që Zoti on te bareke ve teala ditët e kaluara të Ramazanit, Allahu t'i ketë pranuar, e të na ruan shëndetin, imanin, vullnetin në ditët të cilat na kanë ngelur nga pjesa e Ramazanit. Do të vazhdojmë me ligjëratat e ciklit të këtij muaji, ku filluam për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke theksuar moralin e tij, sjelljet e tij, karakterin e tij. Përmendëm në ligjëratën e parakaluar për ditëshmërinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si ishte gjatë tërë ditës me gratë e veta. Pastaj kaluam në edukimin e tij, si edukonte dhe si bante tërbije gratë e veta. Pra si ai i nxjerri disa gra, të cilat janë model për krejt nanat, edhe krejt vajzat, edhe krejt gratë të cilat dëshirojnë me qenë bashkëshorte të suksesshme në jetët e tyre. Tani na ka ngel një kaptin tjetër, e cila gjithashtu është e rëndësishme për jetët tona, e cila gjithashtu ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është ajo? Ajo është si zgjidhte telashët, konfliktet, t'i quajmë kështu me rezerva, problemet edhe ngatresat pejgamberi alaihi salatu wasalam me gratë e veta. Pra, çfarë metodash, çfarë mënyrash përdorte që ti te i kalon problemet e alaihi salatu wasalam, ku në atë problem ishte pal aj. Pra tani kemi dy. Do të flasim si pejgamberi alayhi salatu wasalam i te i kalonte problemet e bashkëshortëve jashtë shtëpisë tij. Për shembull, vende do një sahabe dhe i tregonte ja Rasulullah, kam problem me gryën time, e këshillonte si me te i kalu. Kjo është temë tjetër, do të flasim për këtë. Tani do të flasim ku pjesë e problemit është vetë ai alayhi salatu wasalam. Pra ja shkaktojnë problemin mrena shtëpisë së tina, si ai e menaxhonte vetveten dhe si e menaxhonte këtë krizë. Para se të hyjmë në ngjarje, do t'i përgjigjemi një pyetje se cila dietarët janë përgjigj, nga se nefsit i vjen kjo pyetje, kjo çytje, pse i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam probleme? Pra pse ka lejuar Allahu që të jetë më i miri pejgamber alayhi salatu wasallam me probleme? Pra pse është destinuar jeta e tij problemeve? Kanë thënë dietarët se ky pejgamber ka ardhur për të zgjidhur problemet e njerëzve. Sikur mos të ekzistonte problemi, atëherë ne e dim se jetët tona kanë probleme, ka telashe. Si do t'i ktheheshim pejgamberit alayhi salatu wassalam? Andaj kur arabët kërkuan që pejgamberi të jetë me laçe, çka tha Allahu xhelalu ala? S'ka mundësi mu kanë me laçe, se s'u ndjekni ata. Apo andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamber i zgjedhur dhe toksor. Toksor. Çfarë do të thonë toksor? Sikur ai jetonte në tokë me karakterin e qiellës, atëherë na zota gjejmë ata model. Zota gjejmë ata model. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i ndodhte në jetët e tij, në jetët edhe ngjarjet e tij probleme, dhe ja lejoi Allahu problemet, dhe ja lejoi që gratë e tij ndonjëherë shkaktojnë telashe, që të jetë model për njerëzit që kanë telashe, që të jetë model për njerëzit që kanë probleme. Andaj kjo është gjevapi i ulemave se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka ardhur me laçe në tokë. Nuk ka ardhur me laçe në tokë. Andaj për shembull neve në Kur'an në asnjë ajet nuk kemi që t'i ndjekmi me laçet në ndonjë adhurim. Ne me laçeve veç me një raport e kemi me ta. Cila është ajo? I besojna. Shiko, me kaq përfundon. Ne besojmë se ka me laçe. Nuk na intereson mas kësaj asnjë gjë nga jeta e tyre. Pse? Se s'kena mundësi. S'kena mundësi. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me laçe arri në sejdë ta njëjtën. A mund është me ndjek? Me laçe arrin ruku, apo ta njëtën. A mund është me ndjek? S'mund është me ndjek. Apo me laçe as ha, spi, smartohet. Apo
A ki mundësi me ndjek? Jo. Andaj erdh i dërguar i Allahut, njeri me gjak, me damar, që ha, që pi, që martohet, që i ndodh të lashe, që kanë, që kesh. Këtë të pse, se ajo njeri, si na. Andaj i ndodhen problemet që ne në përmjet modelit të pejgamberit alayhi salatu selam ti te kalojna problemet tona. Tani, çfarë i ndodhi pejgamberit alayhi salatu selam për problemin në jetën e tij? Ne kemi përmend këtë rast, po ndoshta dikush se din, apo e din, apo e ka harrua, apo i ka harru detalet. Ne do ta tregojmë një ngjarje, do të mundohemi maksimum me ngjesh që mos na dale orari prej kontrollës, sepse ngjarja është shumë e gjatë dhe ka detale të shumta dhe çdo detaj është domosdoshmë për neve mësim në vetveti. Këtë ngjarje kemi përmend kur kemi fol në historinë e pejgamberit alayhi salatu selam dhe kur kemi fol për sahabët dhe sahabesha. E kemi përmend se ka ndodhur një rast të cilin Allahu ja ka regjistruar në surën Nur, surja 24, lexohet në shtëpia nëse dëshiron me ditë detalet, apo në historitë e muslimanëve quhet ngjarja e shpifjes ndaj Aishës. Kur pejgamberi alayhi salatu selam duke u kthyer për një lufte, thuhet se ka qenë në luftën e fisit Beni Mustaliq. Duke u kthyer prej luftës, ka ndodhur një incident me Aishën. Ky incident është bërë shkak i problemit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtë ngjarje e tregon vet pjesa protagonistja më e madhe e ngjarjes, pra roli kryesor i këtij problemit ka qenë Aisha radhiyallahu anha. Pra tani kemi dy palë të problemit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam si burr edhe pejgamber, edhe tjetra gruaja e vet, Aisha radhiyallahu anha. Ngjarja sillet rreth, domthon, tani e tregojmë shumë rezume. Ngjarja sillet, kanë qenë luftë, i ka hub qaforja Aishës. Aisha ka qenë e bartur në një dhomë të vogël në deve. Edhe është nal ushtria me një vend, edhe ajo ka dalë pa kallëzue. E ka morë duke e kërkuar qaforën e vetë. Kanë ardhur ushtria e pejgamberit alayhi salatu selam, e kanë marrë atë dhomën e vogël, si lloj mbulese për gratë, edhe e kanë vendosur në deve duke menduar se Aisha është aty, edhe kanë hec. Edhe Aisha radhiyallahu anha kur e ka gjetë qaforën, edhe është afruar të një pjesë e disa shatorave që kanë mbetë dhe e ka zonë gjumi. Pastaj ka ardhur sahabi, edhe e ka pa. Tani Aisha ka mbet më larg, ushtria ka ecë më andej. Edhe në këtë rast e ka shfrytzuar Abdullah ibn Ubay ibn Seluli për me saju dhe shpik se Aisha ka pas kontakt me qatë burrin, duke mos pas kur gjo fare me realitetin. Dhe kjo e ka bëhe Medinën të tensionuar deri në nivel shumë të madh, derisa e ka qetësu këtë punë shpallja. Kjo është rezumeja e ngjarjes. E neve na duhen pak më shumë detale. Tregon Aisha, hadithin e Sahih Buhari kur dëshiron me këtë. Tregon Aisha, thot pejgamberi alayhi salatu selam gjithmonë kishte traditë që kur dilte në luftë e qitte short me zgrave të veta, kush po vjen me ta. Sepse ka pas pejgamberi sa traditë që kur del në luftë me morë dhe njërin për grave të veta. Thot dhe mëra shorti muë, edhe dola me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur dola, thot ka qenë koha kur kishte zbrit hijabi. Domthon kemi qenë të mbuluara, kemi qenë me mbulesën e ka kërkuar Allahu te bareke ve teala. Thot dhe gratë barteshim në një dhomë të vogël, e cila vendosej në kalin, në deve e kështu me radhë, simboles për gruajen. Kur e kryti pejgamberi alayhi salatu selam luftën, edhe u afrua afër Medinës, dha leje që të pushohet. Edhe si cili po mirët me punt e veta, thot unë veç si e qova dorën të gjyksi, se kësha pas qaforën. Qafore thjesht, e ka vënë dorën, nuk o qaforja. Edhe thot u mërzita dhe fillova me e kërku qaforën. Thot dola prej asaj dhome, po e kërkoj qaforën. Kanë ardhur ushtria, e kanë kapat pjesën e dhomës, ka qenë ndërtuar prej drunjve. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk e kanë vërejt se s'jam aty, se jam kone holl, zaift. Nuk e kanë vërejt se nuk jam aty.
Po nuk e kanë rësi këtu s'ka njeri. E kanë vendosur në deve, edhe kanë hec deve. Nga se devet hecin në grumbull. Devet hecin në grumbull. Pastaj tregon Aisha duke rrëfyer rastin e vet. Thot, fillova unë duke e kërkuar qaforën, e gjeta qaforën, edhe pastaj e gjeta një shatar dhe rash me flet aty. Edhe thash, kanë me më kërkue se jam gruaja e pejgamberit alayhis salam, mbin fije edhe morin me veti. Dhe nuk e ka ditë se ka mundësi mi ndodh të lashe. Atëherë thot Aisha radiallahu anha, ka qeni shoki pejgamberit alayhis salam, e ka pas emrin Safwan ibnul Mu'attal es-Sulemi. Ky shoki pejgamberit alayhis salam, i cili në ushtri ka manovra. Ec një pjesë, rri anësh një pjesë rri larg, që të boje kontrolla. Ky ka qenë nga të fundit, që e ka këshyr mos atë ndjek dikush pejgamberin sa e kështu me radhë. Thot edhe e pash Safwanin. Kishte ardhur duke e kontrolluar gjendjen e muslimanëve. Kur mpa mua, tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahut jemi dhe te Allahut kena më kthyer. Do kuptimi se tani a kupton, ai sigurisht e kanë ndje se po bani tash mpa çështu dikush, ka me supozime, ka me ndje edhe ka me ndjell gjëra të këqija. Thot kur e pash çka tha, u mblova shpejt, e vesha hijabin, edhe hipa ndeve, edhe ai po çon devën. Unë e masatina që të më qoje të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka fol as të fjalë. Këtë skenë tani, a e kuptoni këtë skenë? Aisha me Safwan ibn Mu'attal, kje ka rastis si kontrollues i ushtrijës, shoki pejgamberit alayhis salam. Me veti kanë e ka gruin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kush nuk ka, larg janë ushtria tjetër. Apo tani vetë shiko, kjo ka qenë fitnë e madhe. S'në kanë pështu do njerë edhe disa musliman, sikur që ka qenë Hasan ibn Thabit, shoki pejgamberit alayhis salam, ka fol, ka thonë çka bën një gruaje një burr vet, e kështu me radhë. Pra ka qenë historia e njohur e kanë përmendur dietarët e historisë në çështet e tyre. Pastaj thot Aisha radiallahu anha, e foli kush foli dhe u shkatrua në çështjen time. Pra fillu njës me fol në akuz ndaj meje. E rolin kryesor në akuz e kishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Ai e kishte rolin kryesor. Fillua njerëzit me fol, thot mirë po une ende nuk po ndi diçka që pejgamberi sa më është duke e shqetësue, është duke e shqetësu. Mirë po thot nuk e kishte atë dhëmshuri dhe atë dashuri që më ofronte më herët. Thot vetëm rrallë më thonte kejfe tikum, si jeni, kaq. është ftof në raport pejgamberi alayhis salam, mirë po nuk i ka thënë janë të fol njerëzit, kanë pas skenë, kanë supozu skenë, kanë akuzu me llafe me fjalë. Jo, nuk po fol asnjë sen. Dhe thot Aisha radiallahu anha, mu më shqetësonte ky trajtim. A e pat pejgamberi që ka qenë me Aishën? A e pat që ka me dashuri e me respekt? Tani veç nuk ka thënë kur gjë, vetë e ka ndruar pak raportin. Veç ka thënë si edhe ma ndes ka i kur gjë. Thot filloi kjo me më shqetësua. Një ditë thot, për ditëve dola me nanën e Mistahit. Ç'ki Mistahi është kusheri i Aishës. Është kusheri i Aishës. Ç'ki Mistahi ibn Athath ka fol për Aishën. Ka fol për Aishën dhe ka marrë ndëshkimin e duhur. E nana e vet, një ditë për ditëve del me Aishën në kryen e disa prej punëve. Edhe ajo nana e Mistahit po supozon se kjo e di çka të bëjë mohabeti i saj. Edhe i thot një fjalë të rëndë për djalin e vet. Fat nana Mustahit shlon do fjalë të rënda për djalin e vet. Edhe i thot Aisha, si ki mundësi me folti për një njeri, edhe nësa djali jot, kur ai ka marrë pjesë në Bedër. Po ajo ushtari i Bedrit, zguzon ti me fol për atë. Atëri tha, po ti as e di ai çka ka fol për ti ja. Po ti nuk e di ai çka ka fol për ty e. Tha jo nuk e di çka ka fol për mua. Thot dhe unë para kësaj Aisha thot kesh pak e smut për nga natyra. Thot jo, çka tha? Tha edhe filloi me më kallëzue. Se ngjarën e Safanit e kanë bë
e kanë bë ngjarje, e kanë bë akuz. Atëherë thot mushtu e mu e smuja. U ktheva te shtëpia, erdha te pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai nuk më shton te pos selam, selamu aleikum, edhe si je, pik, kur gjo më shumë. Thot edhe i thash, ja Rasulullah, a ka mundësi që kojtë të baba jam të nëna jeme? No. Tani, e di që ka diçka, si e tu kalzu, asun që jam të dit, a që kojtë të baba jam të nëna jeme? I ka thonë për jësam, shko të baba jat, edhe të nëna jote. Atëre, thot Aisha, shkova të nëna jeme, edhe i thash, oj nëna jeme, janë të fol njerëzit diçka. Janë të fol njerëzit diçka. Pra ka kërku këshill prej nanës vet. I ka thonë nana vet, qetësoju bija jeme. Ka thonë se është normale një grua e re dhe e bukur si ti, sepse ka qenë Aisha ndër gratë më të bukurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka një burr me nam si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka thonë është normal dikush me lëshu akuza, o xhelozia në pyetje. Apo ajo ka menduar se do një gruaje ka supozuar kështu me radhë. Thot Aisha radiallahu anha, fillova kur shkova te nana ime me çajt. Çaj një nat, e çaj dy nat, e çaj tre nat. Thot derisa provojsha me kajt me lot s'dil ke loti. U harxova ke. Prej të çarës së madhe se çka ka ndodhur me mua edhe raport me pejgamberin alayhi salatu wassalam. A mund ta paramendoni këtë? Një burr tani ta supozojmë kështu. Në për botë, kur ju ndodh sultanave, mbretnive, apo kësi ngjarje bëhet temë e botës. Ka mundësi shkarkohet ai, ka mundësi jep dorëheqje, ka mundësi mundohen me amlu skandalin, e kështu me radhë. Andaj Allahu xhelalu e ka treguar ngjarjen e Jusufit se ai princi, çka gruaja vet ka dashur me marrëdhënie intime me Jusufin, alayhi salatu wassalam, e ka treguar Allahu xhelalu nëpërmjet ngjarjes së asaj gruaje dhe atij mbreti se në Egjipt kanë bizotruar te mbretërit, dhe juthllëki, që janë konë gjeloza. Kër e ka morë vesh ai buri e asaj grujes se kjo ka provu me Jusufin, kjo ju ka shlu Jusufit, që i ka thanë, shuj, mloje, që ka që? Së këfirili dhe mbik, kërko falje dhe mloje. Mirë po pejgamberi alayhi sallam, kush është? Është prisi ketë njërzimit, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe, thot Aisha, vazhdova, sumzik e gjumi, ka Aisha vazhdimisht, derisa usmuna thash, sigurisht ka me ndru jetë. Dhe shpresa ime vetme ishte që Allahu t'ja të regon në andër pejgamberit alayhi sallam se jam e pastër. Si ka shku menja se zblet Kur'an. Kur'an dhe ti ku lexon Kur'anin, se vap edhe shpërblim, edhe meditim, edhe udhëzim, mrejna surës Nur e ki ngjarjen e Aishës. Andaj thot Imam Nevawiu rahimahullah, kush e akuzon Aishën radiallahu anha në nderin e saj, ajo kafir me pajtimin e kitë muslimanëve. Që nëse njëri thot, valla una alas jam shnosh për kësaj pune, tamam shnoshu nuk je musliman dërsa shnoshesh. Kur shnoshesh ata në fejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Aisha radiallahu anha, i thiri pejgamberi alayhi salatu wassalam Aliun edhe Usame ibn Zeidin. Zeidi ka qenë djali të cilën ka arrit pejgamberi alayhi salatu wassalam në formë adoptimi. E pastaj Allahu ja ka shfuqizuar adoptim që të di dhe nana e sicili prej njerëzve. Thotë e thiri Aliun edhe e thiri Usame ibn Zeidin. Edhe i pyeti. I tha Usamës, a i muhabet? Tha po. Tha, a ke pa diçka të dyshim të gratë e mia në konkretisht të Aisha? Tha jo, ja Rasulullah. Tha, nuk di keq as sherr as dinakri për grave tua. E sidomos për këta për rasin çka janë të folë. Kjo ka qenë përgjigja e Usame ibn Zeidit. Usame ibn Zeidit domethënë ka qenë si lloj nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka thirr Aliun, edhe ka pyet, ka thënë, çka mendon ti? Ka qenë konsultimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë Aliu radhiyallahu an, dhe Aliu për nga natyra domethënë nuk ka dash tani të detale ka ndodh, s'ka ndodh, ka dash t'ja lexojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë ja Rasulullah, Allahu s'ta ka ngushtuar ti, ki gra tjera. Domthon tani s'ka nevojë me hi detale, imcira ka ndodh, a nuk ka ndodh, pra lshoje rrirat pi asajna ki grat e tjera. Këto janë dy burra që i ka konsultuar. Pastaj ka thirr dy gra për mi konsultu a kanë pa diçka të dyshim. Për grave që e ka thirr një shërptore ka pas emrin Berira. Ka pas shërptore në
shtëpinë e Aishës radiallahu anha. Edhe i ka thonë, oj Berira, a ke pa diçka që të ka fut në dyshim prej Aishës? A kuptonin sa siklet është pejgamberi alayhi salatu wasalam? Sikleti më të madh. Nuk ka pas për mësam maran se që kaq. Për ne atje kur kemi fol për këtë rast në veçanti tash nuk është rasti i on këtu veçanti, kanë dhënë dietar ky rast ka qenë tentativa e funit me rrxu pejgamberin alayhi salatu wasalam si pejgamber. Se nëse sipas munafikave i dilte që gruaja vet, hasha wa kella, ka bo amoralitet, pra ti si e pejgamber se gruën e kilovire. A kuptoni sa e rano kon? Shumë e rano kon. Andaj Aliu ka thonë, ja Rasulullah, mos u merr shumë me këtë punë, shloje ki gra tjera. Apo, ka qenë trajtimi i Aliut, jo kundër Aishës, po në kuptimin që mu tash, mu ka ranu pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk do më morr me këto imcime. I ka thënë Berira, jo wallahi, pasha Allahun, i cili të ka qu me hak, s'kom pa kur të Aisha diçka çka më shtin dyshim. Rregull. Pas sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë Zejnebia, e bia e Gjahshit. Edhe ka pyet pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë, o Zeynep, a ke pa diçka dyshim te çështja e Aishës radhiyallahu anha? Edhe shikoni këtu, Aisha ndurhin, thot, e Zejnebia ka qenë gruaja më rivale e imja. Asnjëri që ka mbazgale që ma merr pejgamberi sa më shumë në zemër. A Zejnebit i kum, s'u kon Zejnebi me fis të madh. U kon prej fisit të pasur. Edhe u kon më e mira mas Aishës radhiyallahu anha, dhe e përmendëm dorën më të gjatë apo në sadaka. Thot Aisha, mas shumti që unë kum ju ndrujt, kum thonë që tash kjo e shfrytëzon rastin edhe apo se rival, ortake. Thot mirë, po e ka rujt Allahu xhelel xhelaluhu Zejnebin me takvallokun e saj. E kur i ka pyet pejgamberi alayhis salam, i ka thonë, a ke pa diçka? I ka thonë, ja Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khayra. Ka thonë, une ja Rasulullah peruj veshin tem, edhe peruj sinin tem. Pasha Allahun, kur ketë s'kum pahe. E gjithë se konë ortake, edhe jonë shty me Aishën, pra cële a është ma afer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjithata nuk ka fol. Atëherë, me këto 4 dëshmi, pejgamberi alayhi salatu wasalam ndërton se gruaja vetë është e pastër. Ende s'ka zbrit Kur'an. Edhe hip minber. Edhe ju thot njerëzve, o musliman, ja ma'shar al muslimin, o musliman, cili pi juve po më ndihmon që ta kthej hakun e gruas time kundër një njerit i cili lëndimi i tij edhe mundimi i tij ai për ditë më ka mundu, tash kam ri mundimi i tij në familjen time, ato mundu në familje, ma ka shpall grujen lavire. Thot pejgamberi në hutbe, vallahi nuk di për familjen time pos hajr. E kanë përmend një njeri që ka nejt me ta, Safwan ibn Mu'attal as-Sulami, ka thënë dhe unë për atë njeri nuk di pos hajr. Pos e ka shoqëruar gruën time se e ka gjet rastin që ka qenë në histori e njohur. Atëra është quë një sahabe i cili ka pas emrin Sa'd ibn Mu'adh nga Medinasit. Edhe i ka thënë, ja Rasulullah, tregona, kush o bërë qëllim? Ka thënë, darabna unuqa, e sosmi këtë punë me shpat. Nuk ka punë hajgare, se është punë pare, punë deri. Ka thënë, kur ka dzo, ne e sosna këtë punë me shpat. Ka thënë, nëse është prej familjes e usi, pika o jam une, e sosi vetë. Si tjetë pi fisit tjetër, thuj dikuj tjetër pi këtinve, në ta sosa i punë. Atëherë, qohet një sahabe tjetër, i quajtur Sa'd ibn Ubade, edhe i thot, tja e ki për qëllim Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, ka dhe vallaj së në prekni. E qëtu ka ndodhë konflikti. Atëherë, do në tash konflikt, mbi konflikt. Ka ndodhë Sa'd ibn Ubade, ky ka qenë shoki për mësam, që ky Sa'd ibn Ubade, që kisha ka reagu, ka dhe njo, së në vrali. Ky ka mendu, që ki Sa'di, që e ka mbrojt ibn Selulin, ka mendu se dikush i ka boj iftira ibn Selulit, se ibn Seluli po akuzohet pa drejtësisht, se i ka bo akuz pa drejtësisht Aishës. Ky është ibn Seluli i pastër, ky ka pos dost. Para se me arë mësam Medine, janë konë dostlar. Kur ka arë mësam kanë hinë në islam, kanë hinë të ditë në islam. Sa'd ibn Ubade s'ka pas idenë se ky
Ibn Seluli ka i aktrim atu ba. Ka menu që është i sinqert, sepse munafikat nuk njihen me emra me mbi emra. Apo? Dhe pejgamberi me ka pa të trajtu mirë. Pi ka i beki munafik. Po sa sillet mirë me ta. Ibn Seluli djalin e ka pas djalë sinqert. Djalë sinqert. Aq i sinqert dukon, djali Ibn Selulit, munafikit më të madh, saqë ka shkuar te Mesami ka thënë ja Rasulullah, si dush mu mor vesh me babën tem, se unë e di se jam munafik ki. Ka thënë mos i thuaj doni tjetrit me sos punën. Unë e sosi. Se ka thënë se s'ma ban mua me pa vrasësin tu çarkulluj lirshëm. O si duhet me ekzekutu këta ekzekutoj vet. Apo si transparencë ka pas sahabët e Mesam. Atëherë çohet një sahabë tjetër. Usaid ibn Hudayr, shok i Mesam dhe zotni i ensarëve. Këto janë kokat njerëzve. Edhe i thot Usaidi Saad ibn Ubades, thot wallahi ti kanë munafik, mos i pidel mbrojtje munafikave. Ti ja peshase, për mëson polip ndim kundër këtij njerit, ti çohesh e mbron këtë njeri. Kur ja nisin duke u rrok në mesveti sahabët, atëherë për mëson i thot lene. E ul këtë punë, e çetson këtë punë, pra shlën pe në hakun e tina alayhi salatu wassalam. Atëherë vazhdon Aisha me tregue, thot unë vazhdova te familja ime çdo natë si e zakonshme. Pa gjumë, çajtme, derisa thot nuk dilte lot, sprak shalot. Kur njëri keni pa çan shumë, nëse çan me orë, pastaj provon me ça, s'del loti, sepse dehidron. S'ka po, harxhohet, sidomos ka qenë edhe e smut. Atëherë thot erdha një ditë për ditëve të duke qenë mas një mujve, thot unë e pritësha mos pi kallzon dikush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se jam e pastër. Një ditë për ditëve thot erdh pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe po fol me mua. U ka ul edhe pi thot o Aisha, ka ardh kështu për ngjarjes. Domthon pe ditë çka po bëhet muhabeti. Ka thënë nëse je e pastër, do të pastrojë Allah. Ka me kallzu Allahu se je e pastër. Pastaj ka thënë, nëse të ka shku mendja për gjuna, kërko falet e Allahu. Bani istighfar te Allahu, sepse Allahu kur robi ja pranon gjunahin, ja fal gjunahin. Atëherë thot kur e bani këtë moment, thot mu mushtua ala më shumë vaj. Mu mushtue ala më shumë vaj. Edhe i thash Ebu Bekrit, ato tash këtë familja e ranu këtus, kur kush zdi shka me fol, ato po shuj, për mësa mi thot, që këtë fjali? Tha i thash babës tem, përgjigju. Baba em tha, Ebu Bekri, shka të përgjigjën, s'ti shka me fol. Tash pejgamberi Allahut, autoriteti më i lartë, qika e vetë, e dhimsh me sa dush, po tash oforku shumë ranë punë e tëne, apo? Pasta i ka thanë, nanës vetë, përgjigju. Apo s'ka pas shka mu përgjigj. Atëherë thot Aisha, unë isha e re, edhe isha e mërzit, edhe isha e bindur në pastërtin time. Thot, edhe nuk dita shka mi thonë. Po si thash, unë e juve s'di shka mi thonë. Ju ka drejtu, pejgamberi sallallahu babës vetë, nanës vetë. Ka thonë shiko, unë e juve s'di shka mi thonë. Po që shi ka thonë, baba Jusufit, djem vetë. E ka haru emrin që baba Jusufit e ka emrin Jakub. Se në mërzi harohen gjëra. Në mërzi harohen gjëra. Ka thënë baba Jusufit, fa sabrun gjemil, wallahu l-musta'anu ala ma të sifun. Ka përdor ajet Kur'anor. Ka thënë Jakubi a.s. kër e kanë pru e lajmë si kanë dru jetë Jusufi, pra e ka hangër uki rajshëm, ka thënë sabër i mirë. Qa me bo? Ka thënë Allahu është ai për të cilë kërkohet ndihma për atë që ka ju për rëfeni. Për atë që ka ju për rëfeni, pasaj thot ja ktheva shpinën në anën time duke pushuar dhe duke vazhduar gjendjen time. Pastaj thot Aisha, une në vetën time e kam zanë më të ulët, pra me pozitë shumë të ulët, që Allahu xhelle xhelalu të zbrejse Kur'an në çështjen time. Thot nuk kanë kaluar pos për pak kohë, vetëm se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke prap ka ardhur te shtëpia e Aishës radhiyallahu anha, thot dhe e kapi ajo çka e kap në shpallje. A kush e di më së miri ti çka e kapi mëson kur e kap shpallja? Aisha. Thot e kapi ajo, thot unë e dita se ati ardh shpallja. Thot dhe kur i vinte shpallja,
mbulohej ndjers sikur kur vënon gjerdan në qaf, apo shkëlqen nga djersa kur i ka ardhur shpallja. Thot kur ju largue, nëse pemësam, kur i ka ardhur shpallja, sigur është hum. Pastaj është kthjell, edhe e ka lexuar çka ju ka shpallur pejgamberi sallallahu te bareke ve teala. Thot kur ju largue ai mundimi, thot filloi me qesh. Edhe gjëjen e parë çka e tha pejgamberi alayhi salatu selam, tha përgëzo oj Ajshe. Përgëzo oj Ajshe se të ka pastruar Allahu. Të ka pastruar Allahu. Atëherë nana vet i ka thënë, i ka thënë Ajshes, falenderoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mur fund kjo ngjarje se të ka pastruar Allahu te bareke ve teala. I ka thënë Ajsha, jo pasha Allahu. S'qona mi thon kur kujna falenderit pos Allahu te bareke ve teala, i cili ka zbrit pastërtin time. Atëherë e lexoi pejgamberi alayhi salatu selam fjalën e Zotit xhelel xhelalu në surën Nur, ku thot Allahu te bareke ve teala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim lawla idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkun mubin. Thot Allahu te bareke ve teala, ajetet janë të gjata, mos i lexojnë të gjitha. Thot Allahu xhelala, ata që e pronën iftiran, ata që e pronën akuzën, ata që e sajun akuzën nderin e Ajshës, janë një grup mrena juve. Janë një grup mrena juve. Dhe shikoni këtë përpikmëri. Edhe këta e kanë qujtë disa djetarë, zgjidhje problemit pa kriju problem të ri. Shumica e njerëzve të ndëruar xhamatli, kur i sosin problemet, çka bojnë? Pim problem, e sos një, ja bje tjetërit mini herë një problem tjetër. Apo pejgamberit alayhi salatu selam i zbrit të shpallje dhe mënyrë për t'i kry problemet në çfarë forme, pa kriju problem tjetër. Tani, kur tha Allahu xhelalu ala, ata që e kanë shpif këtë ngjarje, janë një grup i juve. Nëse thot dikush, pse se ka kallëzu me emën? Pse se ka kallëzu me emën? Se kish ndodh luftë. Se kish ndodh luftë. Pejgamberit alayhi salatu selam ma vonë ka kallëzu me emën. Çi kjo munafik, çi kjo munafik, çi kjo munafik. A kuptoni çka munafik valla? Në njëri rri me të vra ku ti mrije gjendja. Mesh me gjet një rast, që aja mërmenja, dvras, edhe kur kusë në më hip në qaf, aja ka provuë. Andaj shpesh ka provu me vra dhe me mbyt kanë provu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam munafika. Kanë bë plan. Kur dalë që ati, na dalmi që tu e vrasna. Allahu xhelala ka rujt. Nëse do dikush pse s'ka kallëzu me emën, sikur kam plot çet, thot, unë me emra kam çep, për kanë tu fol. Jo, Kur'an nuk e ka këtë metodologji. Metodologjia ka Kur'ani, e shpalon të keqën, çtua dikun. Apo, na kul forna për të keqën, çtua, janë thot për kanë ekip për qollim. E di ai çka është i keqi, apo si cili pineve. Çka thot Allahu xhelala, dhe Sara nuk kanë. Sara nuk kanë. Sa ka pas nevojë mi thon, çe kjo. Apo edhe me e shujt atë problemin tjetër që u rrokën sahabët, mi thon kadale. Mi thon Saad ibn Ubadës, çe ti të mbrojt për një munafikin. Tha Allahu xhelala, jo. Është një grup brenda juve. Apo andaj mësonu me metodologjinë e Kur'anit. Të këqijat mëson, njëri thot, unë e dua me ditë valla me emën me mbiemën, por nuk shkon ashtu. Nuk shkon ashtu. Se ka mundësi ai përmirësohet. E kur i dihet se ka pasur në emrin, pastaj ti vazhdimisht e di se ajo kanë pjesë e problemit. Andaj tha Allahu xhelala, atë janë një grup i juve. Mos e menoni sharr për juve. Bile khair ka me dal kjo. Bile ka me dal khair. Thot Allahu te bareke ve teala, si cili ka me marr hisën e gjunait të shpifjes. Ai i cili ka prik sajna ka me marr dënimin më të madh. A çka interesant? Krejt që janë ndëshkuar në dunjë për këtë shpifje, kanë qenë muslimanë domethënë dopt. Ta çujna kushtimisht raport me sahabët e mëdhoj. Çiki i pari se ka gjetë kur gjë. S'ka hëngër, as shkopi, as kamxhik, as kur gjë për shpifje. Allahu xha ka thënë, e kjo Ibn Qayyim el-Juzeyri thotë, disa njerëz nuk e kuptojnë këtë. Ata mendojnë se dunja si ta merresh ndëshkimin, apo me dënume parë thotë, a e ka djeg. Ngojeni djeg me tjetër. Tha Allahu xhelala, ai i cili ka prije, ata na kanë me dënuar. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri, sikur kur i thot mbreti, për shembull, ndoshkon ata kriminal, e thot ata lema mua. Kur i fort thot lema mua ata. Para më kur thot Allahu lema mua ata. Allahu ka me laçë. Ka lloj forma me dënue. Apo ka pas sahabët e pejgamberit, çdo shohim rastin tjetër.
Ju ka thonë lema s'ta muë. Ai ka pështuar në dunjë, po s'pështon në ahiret. Andaj nëse na pështon në pikë kësaj dunjaje, nuk pështojnë në ahiret. Elusim Allahun që Allahu na ndihmon në dunjë dhe në ahiret. Kjo ka qenë prej rastin e ka treguar Aisha radhiyallahu anha. Çka përfitojnë nga pikë ka shumë mësime të ndëruar vëllezër, e do të mundohemi shumë shkurtimisht, nga se dëshirojmë të përmendim disa prej rasteve tjera të problemit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para që pejgamberi sa ka marrë në këtë ngjarje, cila ka qenë mënyra e shkallëzimit dhe gradualitetit. Ka dalë, ka prit. S'ka morë me njërë vendim. Ka thonë ta kriju nëse s'u duroj që mos ta morë, jo, ka dalë. S'është punë nderi njerit, është punë nderi gruas vet, është punë nderi familjes vet. Pra, mënyra e parë që pejgamberi alayhi salatu wasalam marr metodologji për ta rregulluar këtë problem, cila ka qenë ngadalësimi. Ka prit nesër, mas nesër, një muaj. Apo Aisha disit kur gjon zvoresha, pos veç më thënë selamu aleikum, a je mirë? Kaq. As afrim, as diçka e cila ka mundësi me, domethënë me di që une a ka problema jo, por një ftofje e vogël. Mësimi i parë cili jo, gjithmonë kur ki problem me bashortën, mos u gut, prit, leje nesër, thuja e fola nesër këtë muhabet, se kur je i nxehtë ka mundësi marrë vendim, apo andaj shtyje për pak më vonë, shtyje se ti ftofët ajo, ftofët shejtani, vjen për mat tjetër, apo ka mundësi ka problem i vogël ti ke minutë të madh, nesër thu, apo kur gjas kana kanë ajo. Andaj shikove jonsam, than e ka përdor metodologjinë e ngadalësimit. Ka dale, ta këshyri si po ecën sejnët, apo a është orvatje e fuqishme, a orvatje e vogël, se e ka prit. Ka mundësi jetë veç Ibn Seluli me rrethën e vet. Ata është ashtu dihet që neve na akuzojnë. Mirë, po kur ka filluar ajo me ardh te sahabët e ndershëm, atëherë ka marrë problemi për masa. Andaj po jonsam, prej gjërave të para që ai ka përdor, ka qenë ngadalësimi. Prit. Jo i thot, unë s'u mbaj sa për miliard du me eksos problemin. Ka mundësi e ngatron më shumë. E prish edhe më shumë. E ngatron ala më shumë, ngarkon veten, e ka mundësi edhe dietar me diplomë mos ta zgjidhin ata. Allaj ka dale, gjithmonë problemin bashkëshortën, prit pak. Se për mësam, shiko, edhe kush ka qenë? Burr shteti, pejgamber, komandant. A që veç pejgamber. Allahu gjëra shpallin e ka ngarku atina. Me shku fjallë e Zotit Gjelluara në vend. Me gjitha ta ka thonë, ka dale, s'ka problem, e hecim ma ndej. E dyta, që për mësam, e ka përdor në menaxhimin e problemit, cila ka qenë, për mësam, nuk ka shkue atë shka e ka nije në rrug apo jashtë në qytet, me njerë mja shku mja bartë grujës vetë. Jo, pse? Ende s'ka morë, do më thonë, ngjarja fuqinë e vetë, që ka ba? Kanë thonë djetarë, apo, do më thonë, kur ka problem njeri jo, qarë duhet me ba? Një sharet vogël që ka një defekt, apo, jo me morë me njerë konferenca me ba, jo me njerë me morë rolin e prokurorit, edhe gjikatës, jo, kada. Me njerë jo, jepja një shenjë, apo, jepja hakët në vend, mos i ban zullum, qoja kitë zenë në vend, jepja një sharet vogël që diçka s'është në rregull, e çka s'është në rregull, po tash kena me e parën, asaj vetë se ka ditë çka do ndodh sallallahu alaihi wasallam, apo, ata e ka prit Ali, e ka prit Tamën, e ka prit Zejnebin, e ka prit atë shërptorën Berirën, pse? Nuk e di çka do. Shpallja ka rregulluar këtë punë, shpallja ka, andaj thot Aisha kur më tha, si të ki shku mendje diçka, kërkoj istighfar. Thot më plasi vaja la më shumë. Kripo të pafajshmit, kur i thu helbet e ke ba, ala më shumë e rënon. Apo, disa, kur ti je i pastër, edhe dikush thot, a di shka, ani, helbet ka shku mendja, ala më shumë e rënon. Apo, adaj çka morë për nga mësam në zgjidhjen e problemit, ka dale edhe e ndryshoj sjelljen. Nuk morë diçka të madhe prej reagimeve të fuqishme. E treta, prej rregullimit të problemeve, cila ka qenë ajo që ka quajnë dietarët konsulti, këshilla, mbledhja mendimeve të tjerëve. Pejgamberi alayhis salam të ndruar vëllezër, është i drejtuar pi Zotit. Ai kontrollohet prej Allahu xhelalu ala. A dhe shpesh Allahu te bareke ve teala i ka zbrit ajete për gjëra që si ka pa njeri. Për shembull ka ardhur Ibn Maktumi me e pyet me mëson një pyetje, në atë vakt janë kanë do të mëlloj aty,
Edhe sikur u ka ranu për mësën pikti, muezin e ka pas, edhe sikur i ka thonë, lembe pak rahat, apo? Ai se ka pa i verbur u konë. Allahu që ka zbit ajet, abesa vë të vëllë. Rol për nga mësëram. Ai se ka pa rolat. Mirë pa Allahu që ka reagu. A kupton? Tani, një, me mësëm drejtohet për qilës, drejtohet për Allahu të bare kjo tala. Gjibrili rrim prit. Apo, me laqët rrim prit. Me gjitha ta, për nga mësëram, zgjedhi që problemin ta zgjidh me monira toksore. Për çfarë arsye? Se sikur t'ja ki zgjidh Gjibraili, sikur t'ja ki zgjidh Allahu te bareke ve teala në kuptimin, domethënë ai me pas nis, unë s'marr vendim çe Allahu më lërë sos. Jo. Sa atëra na çka më thon, kur kena probleme e kur zgjidhen probleme, çka kishim më thon? Po aty ka zgjidh Allahu, mu s'pas zgjidh. Jo, më sa shkojnë në monirë toksore. E thiri Aliun, e thiri Usamën, e thiri Zejnebën, e thiri Berilën. Çfarë than dietarët? Kur çdo herë ka njeriu problem, le ta thirrë dikan pak më të mëshëm. Le ta thirrë dikan pak më të mëshëm. Pse? Sepse njeriu, domthonë, edhe kur e thirr dikan që lejon pozitë më ulë se ai. Tash, nëse e supozojna, pejgamberi Berilja, kush o Berilja ka krahas pejgamberit, kush o Usama me pejgamberin, kush o Aliu me pejgamberin, ai pejgamber kjo sahabe. Megjithatë, ka mundsi një ide, një mendim, ka pa diçka, s'ka pa diçka, ja çel fotografinë më të pastër. Andaj çdo herë në problem, vetë dikan. Shiko, ende se ka inkuadru mrena. Nëse nuk e ka thirr dikan, hajde ti unë e bi ai shu këtu ti. Jo. Ka vetë për i larg. Andaj zgjidhja e problemeve bëhet duke vetë dikan më të mëshëm. E cili është problemi te na? Të herë kanë herë, për shembull, na xhallar të kena këtë problem, vjen e ka sosa i me gruën e vet. I ka da këtë, qështu e baj, qështu si ja baj, shashtë që thot, mu kanë gatru këtë. Se zvetë qepin fillim? Se nuk vetë qepin fillim? Allahu u gjeluar e ka bëhe djetarë për shfarë, për të këshiluë. O gjallarët janë për të këshiluë, ama kur për të këshiluë? Që ka thonin mjekët në Covid, po na vinë 15 dit. A i ka provu me qajra, me barra vetë mushnosh, pas taj ka shkut 15 dit. Ti shkon gjenazat e. Apo, e pasaj që ka thonin njerëzit? Pi vrasin o gjo. Ki ka zbulu, pi vrasin o gjo. Jo, s'po të vratë kërkosh, po ke shkue i dekt. A i shumë të në gjallë frimën. Apo, supozimisht, neve, ja që në ogjës ti problemin e sost. Ti e ke bo problemin gjenazën, mo. A mi frinja, që s'frinja ta jo, mo. E kur të zidhët problemi, kur ti ala është i frest. Ala është i njohën problemi. E shun, ja këput rajt. I po kur berë flak, s'ka mundësi mu ka. S'ka mundësi mu shujt. Kur një zjarë është ba me vite, kush ka mundësi me të shujt. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam, minjar mor konsult. E veti këta, e veti ata, vetë dikan, që e njeh për më të mëshëm. Apo. E jo gjithmonë, shiko, kjo është problematika e njerëzve. I ka disa njerëz gjithmonë një të njëjtë e vet. Shkat ai edhe për doktor e vetë ditë thotë, "Ki vllavi e di ki." Nëse është për politik, ki thotë e di. A jet ki e di. Po s'mund të vëllai ke dikush me ditë një njeri, apo. Shiko me mësram, as Abu Bekri se ka thirr. As Omeri se ka thirr. As Othmani se ka thirr. Pse mi thirr këto? Nuk mundën me ma kry qëtë punë që ka unë jam tash siklet. Pse mduhet Berilja. O dhe zra, kuptën që ka Berilja? Berilja një zmeqare. E njëni thot, në këtë siklet e ka thirr Berilën. Pse? Sepse kanë thotim në Hajër Eskalani, leha khususije. Ajo mundet me ditë diçka qëto. Ajo ka hin, ka dal. Andaj, në problem me kanë më këshilue, me atë që ka e di. Apo, jo, vinë të hoxha, qka me pi për Covid? Gabim e kje, që tërkuni dush më drejtu, apo me vetë doktorin që shot që kja jetë, që të thoja e? Që s'ka që ka me thonë, dhe du të mi drejtu këto punë, sepse problemi maj madhi muslimane cilë është përzirja e fushave. Shkon e vetë dikan, s'ka ide me ata. A vetë pëse shkruun ajë në Facebook, nuk e bana jo kompetent ata. A në ta shkejt shkruina, kësit se leke nga ka një telefon. Ja, si se leke nga ka një telefon. Po kjo nuk na jep neve fare të drejt për para Zotit Gjeli Gjelalu. Asni të drejt nuk na jep. Andaj për mësam e mur formën e konsultimit. E katërta, cila është, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka nxit më njëherë në problem, nëse problemi është shumë i madh, me fut palë të reja në konflikt. Çfarë do të thonë kjo? Për shembull, kiti problem me gruën, që ka pas për mësam këtë rast problem me gruën e vet, është akuzuar, apo çka do të thonë futja e palëve? Futja e palëve do të thonë kështu: sa të ndodhe një problem me zburrit dhe gruas, më një anën e vet ajo. Apo kemi një herë dikant tjetër. Kada. Nuk futet më një herë, sepse duhet pak natyra
raportit me zburit dhe grujës vetë më drejtuar. Se nëse ti mësohesh sa me thirr dikan tjetër, atëherë ai tjetri ka me këshir me drejtu në bazë interesave të veta, jo në bazë interesave tua. Për shembull, shpesh herë supozimit, të zbresim tokë, sa prej nanave u aprishin harmonin çikave të veta, duke qenë ato nuse në shtëpi huja. Mo nanës thot, mos të shkelin. E ajo të thonë mos të shkelin, ajo e merr atje rolin e komandantit. E kur ta morë nusja rolin e komandantit, e prish shpirë. Atëherë mo nuk jetë ajo nusja, atëherë një nanë mas e drejton, ajo veç kukull. Andaj ti e sheh plot për nuseve, nuk janë vetja, s'kan gjevap më një herë. Takshiri thot, çka do të thonë kjo takshiri? Mos e fut më një herë. Një thot, po nanë e kam, po nanë e ki, po se nana jote nuk e ka këtë burr, ti e ki burr. Mos e fut më një herë, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr, edhe burri me trajtu grujet vet. Zgjidh, a di kur thirret pada tjetër? Kur mrin skava. O të diskutu talaki, o të diskutu prishje e familjes, atëre edhe ata me qëtësi. Njëherë thirrën ndarës, apo duke arrujt nana e qikës interesin burrit, edhe duke arrujt nana e burrit dhe baba i burrit interesin nusës vetë si arrujt qikës, apo? Pse ndodhin këto probleme vëllezër? A dini pse? Sepse futën palë. Kur ka bën nusja akt me burrin, aty shkruan 1 dhëndri filani, 2 nusja filanja. Nuk ka shkruajt në klapa edhe nana ndajherë. Çka nana? S'ka nana këtu. Janë 2 palë aty. Andaj mos e fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Njëri thot, po nanë e kam. Nanë që i të respektoje për nanë. Banja hizmetin për nanë, mos e fut. Shumë prej probleme, vallahi, kjo nga praktika, tani nuk kemi për me kallzu detalet shumëta. Shumë prej problemeve zbulohen. Thot po nana ime më tha, problem, burrë gruaje kanë ardhur, hoxha, doin mu dall, me 3 fëmijë. Pse mu dall valla? Kur e kshir mas pari problemi kot e kot. E ka problem, këtu probleme kemi problem zinaje. Janë a ka zu për zina. Kjo punë rana. Apo, mirë po se ban çaj në vakt. Flem shumë. Tash, njëri thot, unë s'jam mësuar traditën time me flet shumë. Po ta na vande kuptoje, ti je një gjenerat tjetër, këto janë gjenerat tjetër. Mundoju si prind me kuptu se standardet kanë ndrua. Njëri thot, si mos shohet stat kur gjapi kësaj gruaje. Po çish me kur gjao? Si ka mundësi më kanë kur gjao? Tash njëri thot, po si mos mundoju me kuptu edhe nusja, edhe gruaja, let mundohet me kuptu palën tjetër. Çfarë do të thonë palën tjetër? Kuptoje se këtë që vjen mirë, apo andaj pika e 4 që pejgamberi e përdorin në menaxhimin e problemit, nuk i thirrë më njerë, bëma këtu babën tan. Ne ta sosë punën. Thirrën në nënto. Jo, pse? Sepse ku të përzihen shumë palë. Ai njëri interesin e vet, ai tjetri interesin e vet, ky interesin e vet. Shiko, Allahu xhelel xhelaluhu kur të jap ti nasihat. Mani men, kur të jap Allahu nasihat, veç interesin tanë këshir. A vallahi po të betona në Zot. Edhe nana jote, edhe baba jot kur të jam nasihat. Vallahi edhe interesin e vet e këshir. Jo thotë çish bebaj loç po edhe loçkën e vet e ka pak. Apo ai loçka ama edhe vetë. A mund të thonë valla vetën se do, e do vetën. Ajo ta jap në nasihat, ngrimca të vogla, nëse ja shlojmë ato, domethënë me milimetra të vogla, kimë pas aty është edhe një çefi vet. Edhe një interes i vet. Pse? S'osh njëri. Mos e fut palën e huj. Leje drejtohet problemi vet. Tjetra, prej gjërat që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në menaxhimin e situatës, cila ka qenë menaxhimi me dialog. Ka shkuar te shtëpia e nanës vet, edhe babas vet, kur i ka dhënë leje, apo edhe këtu ka vëzë shumë sime. Çdo fjalë Ibn Hajar al-Asqalani, një arbitrar komentatuesve më të mëdhoj të Sahih Buharit, e ka mbush komente me mësime. Po tani nuk është koha dhe nuk e kemi temën në veçori këta. E pesta ka thënë dietar dialogu. Ka shkuar te nana vet, apo te shtëpia e babgjyshit, kushtimisht me termat tona, edhe u ul të bëjë muhabet me Aisha. Edhe ka bon këtë muhabet që i ka thonë, oj Aisha, të kam rish apo folet, nëse je pasër Allah të pastron, nëse ke bo diqka, apo të ka shkumendja, atëre kërko fali prej Allah të bare kjo e tjara. Sa është të nësishëm dialogu, të nërove që? Dialogu. Njënë i thotë, unë me grëndim e dialog, ajo mendim, s'ka mendim ajo, ka be vla mendim, ullu fol. Qështë është edhe këtë punë? Apo, unë jam të pa problem, unë e pesho problem. I thu gryës tanë, unë e pesho këtë problem. Fol, kalzo, lirshëm, diskuto, lirshëm, shkarkoju prej kreta
gjërat sa të ki mundsi. Ja, a e sheh këtë rast? Kur ka ardhur pejgamberi ja ka thonë këtë fjalë, a e ka kthy shpinën. Do të thotë ju ka thonë çat ju thamun. Unë më u tham që në pasër ju shumë besoni. Jo i keni marr akuzat. Dhe tash jeni tu orbita sillet rreth atyre akuzave. Dhe ka kthy shpinën, ka nis me kajtat. Nuk i thamë sa çish pak ta dibu shpinën. Unë jam burri jot. Unë jam penga. O normal, s'ka ka problem. Monira e dialogut. Çfarë do të thonë monira e dialogut? Ndodh problemi, ulu. E para tham leje nesër, e dyta vetë di kanë më. Tani fol. Fol thuj. Unë e peshoj çështo. Vallahi e peshoj këtë punë gabim. As për natit tan, as për natit kurkujna, po du me hec puna jeme me ty mirë, po çeto jam i kënaq. Ti si peshë këtë punë. Apo dhe mos hezitoje njëri për burrave me bë muhabet me grynë vet. Sepse jemi rrit ndonjëherë me tradita të gabuara. Cila është traditë e gabuar? Thot, shka mundet me më kallëzua jo? Ka shumë me të kallëzua. Pejgamberi alayhis salam në një prej luftrave të tij, kur anis në umra, kur ka bërë marrëveshjen e Hudejbjes, edhe o dash mi kthi sahabët pi para Mekës, a mund me paramenue, ti me shku deri në Mekë. Pak para se mi hin Mekë, ndodh një problem, thonë, mas, s'ka me hije. Çështja e kanë bërë pejgamberi, s'ka me hije. Sahabët në ihram, Mekën e kanë bërë pinalt. Ktheu, çish mu kthi. E pse ka thonë kthenu. Ato kanë rezistu. Çe Mekë Resulullah i Mekë. Jo kthenu. Ka qenë Seleme, njëra prej grave tjera, pejgamberi sa. Edhe ka hit nervoz, se ka thonë, unë ju them kthenu këtë s'kthej. Unë ju them qeth nuk të s'qefë. Po, çfarë se këtë punë? I ka thonë grave, ka thonë ja Resulullah. Mendimi jam. Thirrati berberin, e të qethe ti, ose ato të qethe mëson. E ka thirrë, mëson ka thonë, ideja mirë. Apo ka da vëzame ka thirrë berberin publik para ketëve, i ka thonë nisa qethëm, sepse qethë ka qenë që u kri, s'ka umra. Atëherë sahabët ka thonë u kri, ja nisi i pari mu qethë edhe na. Deri se ka në transmetime se tu u qethë për nervozës, i kanë prej kryet. Që më berberi, të e qethë për nervozës, ky nervoz që s'ka hin Mekë, edhe ky nervoz s'ka këshirë hiç. Janë t'i kput kryet. Mirë po, shiko gruaja vet, ka thonë, hajt provoje çështu. Isha njëri tash mos shkojnë në ekstremin e thotë, e po mbasi kanë mirë, ashtu është jam te gruaja, çka të më thoje? Jo vëlla, askne maje mesin, cili o mesi. Këshilla çka po thot? Çete doni filtrat fjalë. Vetë edhe dikant tjetër. Apo mos shko vetëm me të grus, edhe mos shko vetëm me tekat e tua. Menaxho, përzije, sa më e përzier, fryti del ma i mirë. Kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për mësimeve që i kanë nxjerrë dietarët dhe me këta përmendojnë këtë ngjarje, ka shumë mësime vëllazër. Mbi 70 mësime i kanë nxjerrë Ibn Hajar al-Asqalani përse koha nuk na permetton. Për mësimeve është durimi dhe mos hidhnimi me idhnimin e grujës. Donjëherë ndodh me pas problem. Edhe me mëson pat problem. Kur i tha nana e Aishës, tha, qu mas i zbriti pastrimi nderit. Nana për qikës vetë, nusës për nga mësëram, qu thuj për nga mësëram faliminderit. Tha, jo, vallaj, si tham. Hiç si tham, veç Allahu ti tham faliminderit. Tash, a e kupton? Domthon, pak, si tham ti faliminderit. Nuk u nervozu për nga mësëram. E mor me qetë këtë. Domthon, dë njerë, dush me duru, ta shlon një fjallë. Shpeshherë vallaj ndodh probleme, më paraqet problemin, edhe i thot, du me lëshu. Por çka do me lëshu vëlla gryn? Ma ka thonë një fjalë, thot, s'dorohet ajo fjalë. Kur ta kishit atë fjalë, kur gjojëç? Kur gjojëç si ka thonë? Apo do? Ka kërkuar, ka shtesë, ka kërkuar, janë normal do shohim. Apo, andaj donjëherë e lëshon në fjalë, tranon diçka, duroje pse? Sepse nuk ka një jeta pos me durim. Andaj mundojo me të i kalu dhe një të lashtë dhe sënë ajo ka mundësi me e pa matë mosë qa. Dhe për nga natyra, sot dhe psikologjia dhe mjekësia e ka vërtetu se gruaja ishe detale që ka si ishe burri. Por shemu, në shpe, e keni pa. Një në dikun, por shemu në kuzhin. Ja vretësini në grujës. Ti eshe kuzhinën gjungull. Po këtë mirave? A jemi normal, qështë do këtë ti mirë? Ajo një gjilpan me mungu, do me pa në vendin e vetë. Qështu më në ka kriju Allahu Gjellewala? Ti s'munësh me dalë për kësajla. E tani, ajo nga natyra kështu, por shka kështë për këtë formë, ka mundësi edhe në gjëra tjera, detali kapët për ta. Kapët për detali. Por jo ma, ajde, ka përcej, se të shumë më kapë për gjithë shka. Se do detalin ajo. A e keni pa gratë, sot, për shemë kër i përmenin, për zbavitje. Burat, edhe pësa është tash në tabiat grave, kena hinkejt, Allahu inshallah na përmirëson të gjithëve,
10 gra folin për një herë. Ti i thu, a janë të umor vesh barëm? Ketë mi a nuk është tu, pejgamberi sa me ka pas tradit. Folti. A e kryte po, tash lem mund foli. Kryti, folti. Ato këtë folin 20 gra folin, ti thu, a njëna ka thonë kësaj mohabet ai tjetri ka thonë, çështo janë të marruar ato mos u mund, do me ndryshu. Pranoje bane kabull çështo. Allahu e ka bë makhlukat çështo. Çështo i ka bë. Andaj sheh për shembull, fëmia i rri asaj 100 herë i kanë, ti mund me gjy për balkoni, ajo thot hajde me nanën këtu. Pse? Ti s'dëro, ajo duron detalin. Kështu ka kriju Allahu xhelalu ala natyrën e femrës. Kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rast tjetër, problem tjetër që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në familjen e tina, është një ngjarje që i ka ndodhur pejgamberit sa kur gratë veta kanë kërkuar që të shtohet doza e dhanjes nga pejgamberi sallallahu për gratë veta. Do t'ju jep pak më shumë. Ti bjep buk pak më shumë. Dorsa pejgamberi sallallahu për nga natyra cila ka qenë, e ka shpëndasur, e ka shpëndar pasurinë, se ka marrë parën për vetë. Ai ka mujt me arë këtë dunja që ti parë, por si ka dash sallallahu alaihi wasallam. Tregon Xhabiri, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhabir ibn Abdullah radiyallahu an, thotë një ditë për ditëve erdhi Abu Bakr as-Siddiq. Edhe kërkoi leje me hijë te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i gjeti domon disa njerëz derë të ati s'pija pleje me hyje. Hini Abu Bakr as-Siddiq, pas Abu Bakrit erdh Omeri radhiyallahu an dhe kërkoi leje me hijë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hynën, pse kanë hyrë këto vëzë kështu që ka lirshëm? E para, se i ka pas shok domon shoqëri të veçantë, apo ata njerëzit nuk duhet më i dhnu kur dikush e ka një shok të veçantë. Apo, më thënë, shikoj, plotës që ka dhënë leje, kur ka ardhur Abu Bakri ka thonë hin. Kur ka ardhur Omeri ka thonë hin. Kjo e para. E dyta, sepse ato i kanë pas çikat e veta. Ato i kanë pas çikat e veta. Njëri te Aisha, tjetri te Hafsa. Kanë te çikat e bijat e veta. Domthon për veçoritë që kanë pasur pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kanë pa këtë gratë e veta të ushujt. Kanë bizotuar një qetësi, edhe pejgamberi shumë i mërzitshëm. Shumë i mërzitshëm. Mona vën këtë shumë i mërzitshëm. Edhe thot Omar Khattabi, thot tashti me keq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka mërzit me e pa të mërzitshëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë të tham diçka, mos peshti me keq pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ja Rasulullah, sikur ta shefshin janën pi grave të mia, shkova sot në shtëpi, më tha, shumë pak po na bëti, më shumë dush më na provë. Tha edhe e rregullova. Omar Khattabi tha, fa waja'tu unuqaha. Tha e godita në shuplak, tha edhe e ndroi muhabetin. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe filloi me çesh pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj tha, çe tha edhe këto për gratë veta, rreth mua njëjtën janë të lip. E përsa me karanu kjo. Ka thonë qire? Ka thonë të njëjtën janë të lip. Ka thonë po më lipin me eshtu dozën e hargjimeve. O pak i të nga prua. Apo? Sepse ka nërë transmetime se disa gra kanë thonë, subhanallah, gjitha të pare vinë shpiton, pak na jetë neve. Njërës kanë pru për shemë, shumë pare kanë pru të mësan, por mu shpërndaja. Mësan e ka more ka thonë. A kupton? Në ka arë zet qatë, sadaka e shka, shumë pare, ka pas rast, mësan ja kanë pru e, për shemë, një tuf deve, komplet, dy kodra në mes, ketë deve. Tuat janë një Rasulullah. Masa ne pak s'ka shku ko, ka arë njëri ka thonë, a mi jep ketë qëto? Apo, ti me të thonë njëri fabrikën e Mercedesit. Dhe vend qëtëri, ty je pronari, dhe thot njëri, unë jam fukara ma jep. Apo, njëri thot mos i prek qelsat, dhe qelsat i ka të shetaj. Me mësa më tha, meri ki, tuat janë. A i morë parën, se devat e lidhë parën dhe ecin tjerat bashkë. Tha shkoni te Muhamedi alayhi sallam se kisë që tut ke fukarallokit. Nuk i tutet fukarallokit. Pra ka ardhur transmetime se ato kanë thënë shumë parë hitena, hitjet. Edhe janë ankuë. E kanë bosin lloj plani, këtë bashk me kërkuar të mësam shtimin e të hyrave. Edhe i ka thënë mësam që edhe këto. Atëherë thot u quë Abu Bekri të morë hujum mbi çikën e vet. Edhe u quë Omeri të morë hujum mbi çikën e vet, edhe duke u bërtit, ju i kërkoni dhe ngarkoni për mësam me hargjime shtes, ato qikat e vetër, që kanë bërtit atë në grave tjera. Ju i kërkoni shtes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mësam i ka do, jo, mundet me qëtek, jo.
Jo domon të gratë juve çka bani, jo unë me çtak nuk i zgjidhi këtë punë, ka qenë vetëm që e ka shpreh mërzien. Pastaj ka zbrit një ajet në surën Al-Ahzab, ajeti 28-29, ku thot Allahu te bareke ve teala, ja ayyuhan nabiyyu, o ti pejgamber. Dhe shikoni këtë thirrje, sepse sa më mërzit shumë. A mund ta paramendu? Dietar në komente kanë thonë, marran për burrin, se sa mi thonë, si e nivelin e dur burnies, s'ka. A gratë, fatkeqësisht, Allah i përmirësof gratë muslimane, shpesh kur dojnë me kriju ngarkesë mbi burrin s'te përdorin. Si shekan, thot kur farbori. A i diçka, ka, mund është me myt, ven me myt. Po kjo kom pejgamber ti mbrojt pi Allahu xhelalu ala. Kur farbori s'e ka. Këshira Alanin, këshira filanin. Vallahi në pallat jeton, e kit mirat e Zotit xhelalu ala i ka, thot po ama, ajo shopping del për ditë ajo tjetra. Apo e sikletau burrin për çka? Për blerë dhe shitje. E keni pa disa kanë si lloj anomalie, çrregullim. Pa dal ajo për ditë me bë shitje, si ka mundsi subhanallahu eladi. Ku morali? Ku më thon ka dal sabër s'ki burs. A duhet veç mu me ngopa? Po ku janë harxime tjera, ku janë detyra tjera? Po ku është Allahu dhe pejgamberi sa selam? Andaj tha Allahu xhela, o ti pejgamber, thuaj grave tua. Shiko, thuaj grave tua. Nëse e doni jetën e kësaj bote dhe zinetin e saj, bukurinë e saj, fa ta'alin, hasi këtu. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ecni te une, ju jap pare edhe ju shloj. A? Doni pare? Jo mendoni si për pare? Allahu xhelala i ka pru pejgamberin, a do mu kanë mbret pejgamber, a do mu kanë fukara pejgamber? Ti mu pas konë qështu, me ta padhan Allahu mundësin, jo pejgamber, po musliman. A do mu kanë me pas në ngajp, ti mundësi me prejk aty, me shkrujt. A me thonë Allahu, a do mu kanë musliman zingin, a fukara? Cilën e kështë zgjedh? Jo në thotë, po Allah me zingin knaqësh, edhe jep, po e në ti pa zingin e sa japin. E ja, Allahu gjellu ala, i adha mundësin, tha jo, du fukara. Fukara mu kanë pejgamber. Atër i tha Allahu gjellu ala, e thua ju, e nëse e doni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ahiretin, atëherë dijeni se Allahu për gratë bamirëse ka përgadit nga mesi juaj o ju gra shpërblim të madh në ahiret. Edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam ka fillu me Aishën. E ka thirr Aishën, ka thënë, oj Aishë, ka thënë këshire, po du me thonë diçka, këtë përpikmëri dhe domon alaihi salatu wasalam, çka mund thuhet për pejgamberin alaihi salatu wasalam? Pos e mi që salavat. Ka thonë o Aishë, ka me të kalzu një pun, ka thonë, du më përgjigj, ama më sugut. Ka thonë, shko veti babën tanë dhe nënë tanë. Më shko konsultoje me babën dhe nënë, edhe pasaj mjep përgjigje. I ka thonë Aisha, qëfar punë ja Rasulullah? Qëka është ai dërë qëka ti, po kërkom për mu në më smugut në gjevab? Ka thonë shiko. Pasaj ka thonë Aisha, ka thonë ja Rasulullah, si ka mundësi unë me vetë babën teme dhe nënë teme për diçka për tyje. Edhe ja ka prezentu këta që e ka thonë Allahu Gjela. Pra ja ka lexuar ajetin. Si dush dunjajën, që po ta jap. Si dush Allahun dhe pejgamberin sallallahu dhe ahiretin, ban sabër çështu që shjena. Ka, s'ka, që kaç. S'ka diçka tjetër. Atëre i thot Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, nuk dihet xhevabi, nuk dihet si unë du me net me tije. Ka thonë dhe për këtë punë nuk e pyti, nuk e pys kur kanë, ka thonë, veç e kam një kërkes. Veç e kam një kërkes, ka thonë, si të dhejetin, gratë të tjera, ku t'ja u kalzojsh, ku t'ja bajsh këtë pytje, ka thonë, mos i kalzojsh far gjevapi ku më thonë une. Gruja jetë gruja. Edhe në sikletin më të madhë, Aisha u munu me e shfridzu, mës ta dije që është përgjigj, Aisha helbet ato thojnë, na po dojnë a dunjajnë, po pijet kësajnë a vetë pejgamberi sallallahu. Ka thonë, si të dhejetin ato, çka ja përgjigj Aisha, ti mos i kalzo. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo, une s'jam dërgune ngarkus, miranu njerëz, dhe mi testue. I pa njëri thotë, thuja ti një fjalë, këshire shka po të tataj më sani ti. O banë me burë, thuja ke që kime thanë, pasë këshira që ka me thanë, që kjo burë një, apo? Jo ti gjuje një fjalë, këshire ti testoj, e këri pa kërri, kjo probleme të një që jemi të familja, shumica e probleme bëhen qështu, shkone merë një nasihat, të gabum, thotë thuja ti nanës qështu buritan, këshira që ka po të thotë. Po ama i ka mundësi të shlën qikën të letë shbija. E pasaj qka? Shojnë pasaj dë njarë dhe arogancat larta.
Ani thot, ti e kon drejt. Pse prishet një familje për një tek dikujna, për një ignorancës dikujna, ani nane ki po zdi, rri. Nane ki po, babe ki po zdi, rri. Vetë di kanë shka di, mos e prish familjen. Allahu Gjelluala, në gjuhën e pejgamberit sa më ka mësue, se gjëja me urrejtur të Zotit, cila i gjërave halal, talaki. Se do Allahu talaki. Ku jetë ai fëmijë? Një copi jetë të nana, një copë të baba. Andaj, sa është e rëndë që ti ta prishësh një familje? Kujdes shumë. Andaj çka i tha Aisha? Ta mos ju kallxo. Për sa ta jo, unë jam ngarku, si jam dërguar ngarkues, mutaannitan wa muannita. Unë as jam vetë ngarkum, as nuk e ngarkoj dikan, mirë po ka thënë, mund ka dërguar Allahu muallim, mësues i lehtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë si të lëzgruje këtë ofertë. A do më nejt? A do më shku? A do më shku? Të gjitha e kanë dhënë njëjtën përgjigje. Kanë thënë e dojna Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka mësohet edhe për kësaj se kona ka mbaruar, ka edhe gjëra tjera, që do t'i përmendim, nëse na mundsohet. Pensam gjën e parë që e ka bë me Aishën në këtë rast kur i ka ndodh problemi. E para, kur ndodhe problemi vëzër, nuk duhet njeriu me shpejtue me mor vendimin e fundit. Apo ato që kanë bë, ka thënë ja Rasulullah, shumë pak po hinte na se jene s'po na del kjo. Nësa me që mërzit. Apo edhe gjën e parë që ka bë, ka ndodh dietar s'ka mor vendim. Ka mujt hiç me prit shpadën. Ka thënë po, çfarë parë? Largoju. Rrerat, apo. Ai gjithatë telashi ka pas, gjithatë puni ka pas, tash ka më mor, a hini këtu, a hini kaç kilograma, sini kaç kilograma? A janë vrarë njerëzit jashtë lufta Bedrit, Uhudit, Ahzabit, i ka thur letër persianëve, romakëve, Egjiptit, gjitha ato probleme i ka pas, mirë po këtë kjo nuk e ka pas që të merr hujum. Andaj puna e parë, që kur ndodhe problemi cila mos e thuj fjalën e fundit. Po që më tha, ti mu ma thove që ta, po, u kri. Ka thave se zëma kur gjo. Ta ka thanë, prit pak. Andaj shikove mësëm, kur e ka ditë se ka mundësi gjevabi me ja prish jetën Aishës, apo, se para me ndoni, supozimisht. Sikur pejgamberi alayhi salatu selam, t'ja ki sill nga nervoza, pra që parët, sa probleme. Si do ta prit të këtë punë Abu Bekri? Si do ta prit të këtë punë Omeri, që dy qikat e tërë janë shlu nga ana pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Omar Khattabi në rast tjetër, tani ta përmendim shumë shkurt, pejgamberi e ka pas, e përmendëm, e ka urrejt që mi ardh era keqe. Në ditë për ditëve e kanë pa Aisha edhe Hafsa se shumë pe ka merak i Mekin e Zenebit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo edhe i ka thonë Aisha Hafsës, a bojna një manovër qështu. Shku? A bojna një manovër? Ka thonë po. Ka thonë këshire, kur tjetë ditën që e ka për mësam të Zenebja, edhe vjen ai, ka hangër të pita jo, e ka merak uqimin e asajna, aja gërditna. Qështu me gërdit? Ka thonë, kur t'hinjet e ti, thuj, ja Rasulullah, era dishka të vika, mëski hangër dhe ja ka përmenat emrin e uqimit, e cila ka qenë me gafir. Një loj, përgjire që ka ba Zenebja. Ka thonë edhe unë i tham njët. Edhe ka hije, për mësam të Aisha, Aisha ka thonë, ja Rasulullah, era të vika, u ka shëcua, mësam. Kër ka hije të Hafse, ka thonë, ja Rasulullah, era të vika, 2 gra, era të vika, edhe u ka shëcua. Pejgamberi alayhi salatu vesselam. Pastaj që ka ndodhur, kur e ka marrë vesh për mësam, i ka kallzuar Allahu xhela me Kur'an. Ka thonë, kjo manovër e kësajna, e Aishës edhe e Hafsës. Po lexo vetëm një pjesë të ajetit që ka zbrit nga ana Allahu te bareke ve teala. Allahu xhelalu i ka thonë Aishës edhe Hafsës, in tatuba ila Allah, ose pendohuni për kësaj pune. Shikoj, ose pendohuni për kësaj pune, sepse zemrat e juve dojnë me lakue. Apo e nëse ju vazhdoni kështu me ja bëu pejgamberi sa, e çka kam bëu vëzër? Kam bëu manovër që ti thonë po të vjen era ta largojnë pej Zenebit. I ka thënë Allahu te bareke ve teala, nëse ju vazhdoni kundërtina, ta dini, fa inna Allaha huwa maula. Allahu është mik i pejgamberit sa. Tash në ta mort me një, Allahu ne ka ai mik. Wa Jibrilu, edhe Jibrilin e ka mik. Wa salihul mu'minin, dhe besimtarët e drejtë i ka miq. Apo wal malaikatu ba'da zalika dhahir.
Edhe pas këtë kësaj melekt janë të prit urdhër, helbet ja prish dikush pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E çka ndodhur dhe zot? Çka ndodh? Pejgamberi këtë prapë ka menaxhuar me urtësi. Një muj e ka ndrejt një dhomë vet. Bo be ka thon vallahi, a bën atë që ta apo? Një muj juve. Edhe kur janë 29 ditë, apo se muj honor është 29, edhe 30, kur janë 29 ditë, mrena pejgamberi të shtëpinë vet. Disa sahabi kanë thënë ja Rasulullah, a është 29 muaj? Ka thënë po, është edhe 29. Si ka menaxhu këto kriza pejgamberi? Si ka më ka thënë, zvi me juve, ka ditë e kështu me radhë. Andaj ka e parë, mësimi i parë nga kjo ngjarje, cila është ta kuptojna se fjala e fundit nuk thuhet e para. Edhe e dyta, edhe me këtë e përfundojnë atë vëllezër, është se duhet ta kuptojnë sen. Këto kanë qenë ngrat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka kanë kërkuar vëllezër? Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur i tha Omeri, as të ka, ja Rasulullah, të kazoj që më ka thënë, më ka lip harxhin. Kanë thënë dojmë në cila natyra e gruas me pak nuk ngjihet. Këto e kanë gratë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E gruaja jote, e gruaja ime, e gratë e muslimanëve të thjeshta, a është domethënë cenim për ato gra kur kanë qef pak më shumë me pas nga standardi që e kanë? S'është cenim. E si duhesh ti me menaxhu si ka me xhu pejgamberi alayhis salam. E jo me shku në akuza. Ndërsa gruas çka i thuhet? Gruas i thuhet ti më pak pa. Mos kërko shumë. Pra, kur ti flasni gruas, i thojnë kështu. Apo, andaj për shembull kur e kemi përmendur në hadithin e pejgamberit alayhis salam, kur ka thënë alayhis salam, nuk e ka falendëruar Allahun as ka si falenderon njerëzit. Çi ki hadith? A për zenginë apo fukarajën? Na shpesh e shohni e përdor një hadith, ai ka zot me përdor. Për shembull, e gjejna zenginin, i nimon dikujna, edhe status. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk e falenderon Allahun, sa ka falendëruar. Kush nuk e falenderon njerëzit, sa ka falendëruar Allahun. Ki çfarë po thotë ki? Thujon faleminderit. Jo, ti këtë hadith se kipa përdor. Ky hadith i drejtohet fukaras. I ndihmuari duhet me e ditë se ka hak edhe te njeri. I thon faleminderit, apo andaj gruas i themi, mos e rano se burri ranohet. A burrit i themi, mos e merr për të madhe. Është normal. Kanë kërku gratë më të mira, shtim të harxhimeve, e shtim të hyrave në shtëpi, e si ka mundësi njëra prej grave të muslimanëve të thjeshta, kur ka mundësi me kërkua se mungon kjo, nëse njeriu ka ekuilibër dhe baraspeshim në gjërat, ajo nuk është diçka e çuditshme për natyrën e grave. Dhe ka edhe shumë sime, ose koha na ka mbaruar, nuk duhet të ngërkoj. Më tepër lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mundson që ta ndjekim moralin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel wala kudo që kemi qelluar, Allahu na shpërblen, kudo që kemi gabuar, lutem Allahun xhelel wala që Allahu na fal. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mundson me jetue me vepra të mira, të zhvillohemi me vepra të mira, të ndërtojmë shpirtin Allahu te bareke ve teala me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.